shumë djesë, po s'ka problem. Ka lajme të mira presin. Akoma jo, po djesë vërtet, po Emigrantë do të votojnë. më duket nuk janë gati. Jeni gati çuna? Ja nuk janë gati. Janë gati. Më shumë eksperiencë. Hajde Erneta dhe herë pyetjen. Edhe një. Çuna jemi gati. Hajde se na gapi Darka. Zoti Celibashi, a mund të themi që në 2025 emigrantët do të votojnë? Nuk mund ta themi këtë, jemi akoma në një proces diskutimesh dhe bashkëvizetimesh ndërmjet institucioneve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor dhe Kuvendit të Shqipërisë. Pati refuzime për propozimin tuaj që emigrantët diaspora të regjistrohet nëpërmjet një aplikacioni të KQZ-s dhe votat jetë pothuajse në mënyrë elektronike? Nuk pati asnjë qëndrim, ata thjesht adresuan pyetje mbi propozimet tona, do të marrin kohën për ta vlerësuar propozimin ton dhe do të presim, Cili është shqetësimi i tyre, zoti Celibashi, shqetësimi kryesor mbi propozimet tuaja? Përgjithsisht pyetjet ishin të karakterit teknik dhe synonin një sqarim më të mirë të aspekteve teknike të procesit të regjistrimit votuesve nga jashtë dhe të mënyrës votimit. Kush është më afër nga propozimit tuaj, Partia Socialiste apo opozita? Nuk pati asnjë deklarim dhe nuk mund të them, nuk mund të spekuloj se kush është qëndrimi i gjithë secilit prej palëve në lidhje me propozimin tim. Zoti Celibashi, ky propozimi juaj çfarë parashikon? Kishte dy komponent. Komponenti i parë lidhej me procedurat e regjistrimit votuesve nga jashtë nëpërmjet një aplikacioni apo portali të posaçëm i cili administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe mbi komponenti i dytë kishte të bënte me mënyrën e votimit dhe dërgimit të fletës votimit nëpërmjet edhe ky aspekti i procesit nëpërmjet këtij aplikacioni, nëpërmjet këtij sistemi. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.